Dita 10, Zoti I vetëm I gjallë dhe idhujt e tekur. Leximi I ditës, Jeremia kapitulli 10, vargu kyç. Por Zoti është Perëndia I vërtet, Ai është Perëndia I gjallë dhe mbreti I përjetshëm. Përpara zemërimit të Tij, toka dridhet dhe kombet nuk mund t'i bëjnë balë ndjenjatës së Tij. Jeremia 10, vargu 10. Shpjegimi. Në këtë kapitull, Zoti përmes Jeremisë bën një krahasim të fuqishëm dhe tallës midis Perëndisë së vërtetë dhe idhujve që adhuronin kombet pagane dhe që kishin njohur dhe popullin e Tij. Ai I përshkruan idhujt si dru të marrë nga pylli, të gdhendur nga dora e njeriu dhe të zbukuruar me arë dhe argjend. Ata janë të pajetë, nuk flasin dhe duhet t'i mbash se bien. Ata nuk mund të bëjnë as të keqe as të mirë. Në kontrast të plot, Perëndia I Izraelit është krijuesi I qiejve dhe tokës, Zoti I gjallë që ka pushtet mbi elementët, Ai që bën vetëtimat. Kapitulli është një thirrje urgjente për të kuptuar absurditetin e idhujtarisë dhe për t'u rikthyer me frikë dhe nderim te I vetmi që meriton adhurim, Perëndia I gjallë dhe mbreti I përjetshëm, Jezus Krisht. Lutja e reflektimit për ditën 10. Lutu me mua. O Zot, Perëndia I gjallë dhe mbreti I përjetshëm, unë vi para Teje sot me dridhje dhe nderim, duke kuptuar seriozitetin e paralajmërimeve tënde. Më fal nëse shpesh e kam marrë lehtë thirrjen tënd, duke menduar se mëkati im nuk ka pasoja. Më fal o atë nëse kam mbajtur simbolin e kryqit tënd, pa e kuptuar peshën e Tij të vërtetë, pa e ditur se Ai kërkon një vdekje ndaj vetvetes dhe një jetë të shenjtërueshme. Unë e pranoj se shpesh nuk di si të sillem si ndjekësi I vërtet I Jezusit. Sot të lutem, pastroje zemrën time nga çdo idhull, mos lejo që unë ta adhuroj drun apo gjërat e bëra nga dora e njeriut, lakmin, egoizmin apo rehatin e kësaj bote. Unë dua t'i ndreq rrugët e mia. Shëroje plagën e zemrës sime me hirin tënd transformues. Bëre jetën time një templull të pastër, ku fryma jote banon me kënaqësi. Në emër të Jezus Krishtit. Amen.